unë jam maturante këtë vit dhe studioj historinë e vitit 4. Por historia e vitit 4 deri e politizuar. Ka ide të ndryshme prapanike, mund t'i quaj, ide politike, sepse dim shumë mirë që feja shkolla është ndarë nga feja edhe nga politika. Dhe mësusët na thonë gjithmonë duhet themi fjalën tonë, por sot nuk ndodhi kjo, sepse mësusët, kryesisht drejtuesit e shkollës, na kërcënojnë, bëjnë kërcënime të ndryshme të kota në lidhje me notën, në lidhje me thërrjen disiplinë e gjëra të tilla, që nuk na mbështesin. Protesta ishte planifikuar apo ndodhi spontanisht sot? Protestën e kishim planifikuar, pam librin e historisë, pam gjitha trillimet që ishin faktet historike aty dhe donim t'i kërkonim Ministrisë së Arsimit dhe autorit të tekstit që në rast se nuk ndryshohet teksti, ne do bojkotojmë mësimin. Përkrahet nga masa e gjerë nxënësve? Përkrahem nga shumë nxënës, por shumë nxënës kanë frikë, shantazhet, gjë që i bën edhe në këto momente gjatë orëve të mësimit. Nuk zjati shumë, është duke zjatur, domethënë akoma. Tënime drejt për drejta nga mësuesit e shkollës, me anë të nxënësve të shkollës, duke më thënë që duhet vish patjetër në mësim, se do kesh probleme me mësuesit me notat, kështu. Ndërkohë sa pjesë e nxënësve kanë hyrë dhe sa janë jashtë? Jo, jashtë jam vetëm unë me motrën. Tjerët nga Afrika u futën direkt brenda, për shkak të shantazhit. Në fillimet e protestës? Në fillimet e protestës kishte shumë nxënës që ishin me shumë dëshirë që donin të merrnin pjesë në protestë, por u bë një rresht i madh mësuesish, duke i kërcënuar të futen shpejt o brenda se Pse nxitët të protestë ose pse e përkrahen më shumë? Ne e përkrahëm të protestë sepse jemi një organizatë rinore dhe jemi pranë problemeve të rinjve, ashtu sikurse jemi pranë të rinjve dhe për aktivitete të tjera kulturore, sportive, të ndryshme. Ne ishim sot këtu dhe është vërtet dëshpëruese. Është dëshpëruese. Kjo shkollë mendoj se duhet jetë gëzuar që ka të rinj të tillë që arrin të bëjnë dallimin midis trillimeve dhe të vërtetës. Kjo shkollë duhet jetë gëzuar që ka të rinj, kanë nxënës që kanë iniciativën e lirë dhe që kanë këtë sensibilitet ndaj problemeve dhe që nuk duan të jenë të nëpërkëmbur. Por ndërkohë kjo shkollë ushtron terror dhe presion psikologjik dhe ndrydh iniciativën e lirë dhe spontane të nxënësve. Kjo është vërtet për të ardhur keq. Kur në një moshë fare të re, të rinj duhet stimulohen që të marrin nisma personale dhe që janë për të përgëzuar, por ja që terrori dhe presioni i mësuesve, për arsyet që ata mbasi e dinë më mirë se ne, bëri që të rinj të intimidohen dhe të kërcënohen për të hyrë në ambientet e shkollës, edhe pse donin të ushtronin një protestë paqësore. Është vërtet për të ardhur keq. Në vazhdimsi kush e heteroni juaj në mbështetjes? Ne do mbështesim çdo gjimnaz, çdo nxënës dhe çdo të ri që kundërshton një padrejtësi të madhe, sikurse është ky tekst i shkruar në mënyrë jashtëzakonisht politizuar.